Deputeti mori harxhoi gjithë kohën e vet parashikuar në interpelancë, duke folur si e ëmë zgjegjës në majtë të thanës, që kam kujtoj një batut Gjasulës ke filmi Kapedani që i thot nipit, ç'më kalon nga lufta në Vietnam të ndërzimi artificial. Po për më tepër tha dhe gënjeshtra, askush sot që flasim në Ministrinë e Arsimit nuk është në asnjë mas arresti dhe as pezullimi për fshi dhe zonjën në fjalë. Gënjeshtër, gënjeshtër, gënjeshtër. Ndërkohë, thelbit ju shmangët ju se tjetër kërkuat një interpelancë, e tjetër e humbët busullën rrugës, po nuk ke faj, e ke për herë të parë, s'ka gjithmonë, do kesh raste të tjera. Edhe tjetër broçkullistët në këtë foltore, se nuk përballni do t'ju realitetin, nuk përballni do t'ju realitetin që e din qindra mira prindër me të cilët unë jam në kontakt çdo ditë, por edhe ata 30.000 mësues, ata 30.000 mësues të një ratëse fisnikësh të cilës unë veti përkas prej 4 brezash. E sa për veten time, sa për rekordet e mia, flasin gjitha rritjet e qeverisë në sektorët që kanë drejtuar nga trashëgimia kulturore që e nxorëm nga rënoja, nga muzeet e ndërtuara dhe nga skena që i dham Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. I kam dhënë një këshill kolegu tuaj, zoti deputet, të përdori një çaj shumë të mirë dhe mjaltin e bedunicës dhe çajin e malit, ju bën shumë mirë për zërin. Vazhdoni ndiqeni dhe ju se ju bën mirë, është një mundësi shumë e mirë. Unë jam shumë krenare për arritjet e mia, e tregon puna, e tregon rekordet dhe e tregon sa herë jam votuar unë për të përfaqësuar qarkun e Gjirokastrës. Gënjen, po vazhdo sepse këtu unë i drejtohem publikut. Të ndashur prindër, ju jeni në punë, vazhdoni punën tuaj se sigurisht e keni shumë të rëndësishme se sa të dëgjoni broçkullat e gënjeshtrat që thuhen këtu. Të dashur motra dhe vëllezër, mësues, jeni në orën e mësimit edhe ju respektoj. Siguria në shkolla nuk ndërtohet nga një hallkë vetme. Unë mund t'ju citoja një listë gjatë urdhrash dhe punësh dhe më shumë se sa thash, po parandalimi i dhunës mund të realizohet suksesshëm vetëm me komunikim qytetar, vetëm me shoqërim dhe bashkëpunim të fortë mes prindërve, mësuesve, shërbimeve psikologjike. Kur fëmijët bëhen pjesë e zgjidhjes, ata ndjehen më të përgjegjshëm për mjedisin ku mësojnë. Plani kombëtar i veprimit, miratuar nga Ministri. Ta përfundoj fjalën. Lutem edhe 1 minutë do malini se unë përgjigjem për 2. Në fund të fundit, një shkollë e sigurt nuk është vetëm ajo ku mungon dhuna, ajo që ju doni ta nxirrni me zor si fenomen, por është ajo ku fëmijët ndihen të dëgjuar, të mbështetur edhe të mbrojtur. Edhe më lejoni ta mbyll me një autor që unë e kam shumë për zemër, ju zoti Kapri që vini dhe nga fusha e studimeve, do t'ju, nëse se keni lexuar, ja u sugjeroj, Antoine de Saint-Exupéry, shkrimtari i Princit Vogël, ka një shprehje që më pëlqen shumë. Mësimi i vërtet nuk është thjesht të flasësh, por të udhëheqësh. Këtë bëjmë ne. Ju s'dini akoma ta bëni. Faleminderit. Zoti Kapri, keni edhe 3 minuta për të shprehur. Mosik. Ti jesh 4 breza familje arsimtaresh edhe të përdorësh batutat të lodhura të realizmit socialist, vetëm Mirela Kumbaro mund ta bëj. Vetëm Mirela Kumbaro mund ta bëj. Tani, pa pikë turpi, zonja vjen këtu edhe thot, drejtoresha ime e preferuar nuk është arrest shtëpie, gënjeve që nga detyrim paraqitje edhe në hetim nga prokuroria. E kuptoni ju? E kuptoni? Jo, gënjeve nuk është arrest shtëpie, zonja është në hetim. Gjykata ja la detyrim paraqitje dhe ju e mbani në detyrë për turpin tuaj. Por sigurisht do ta mbroni ju Arta Dollanin, se do mbroni dhe pikën e vogël të Butrintit, pikën e voçkël, ndjes, pikën e voçkël, ta themi siç është. Do ta mbroni se keni Arta Dollanin dhe përfshir aty.
po do ta mbroni atë dollanin edhe për trafikun ndërkombëtar të mbetjeve për turp të Zotit. Dhe vjen këtu dhe për çfarë krenohesh ti? Që është bërë Shqipëria lajm ndërkombëtar për mbetje të rrezikshme? Për këtë krenoheni ju, zonja ministre? Për çfarë krenoheni? Për krenoheni ju për arsimin, e përmend brezat e familjes tënde? Për çfarë? E diti ku jemi në Piza? Jemi në fund të tabelës? Për çfarë krenoheni ju? Vjen këtu dhe gënjen dhe parlamentin. Drejtoresha ime preferuar nuk është arrest shtëpie, që nga detyrim paraqitje, pas kam gënjur unë. Më zonjë, do e shkarkosh apo jo, s'pate guximin ta thuash të gjë. Si mundet ju të thoni këtu që një drejtoresh në nënhetim me akuzë nga prokuria, detyrim paraqitje nga gjykata për trafik ndërkombëtar të lëndësh të rrezikshme, do zgjidhji hallet e arsimit para universitarëve të dhunës së shkolla. Si është kjo? Ma shpjegoni ju, si është kjo? Kjo është fiks si pika e voçkël. Kjo është fiks si standardi juaj i mjedisit, ku shqiptarët mbajnë në tokën e tyre 2100 ton mbetje të rrezikshme, dhe kjo gjë është bërë në vite sipas prokurorisë, dhe keni qenë ju ministre gjatë kohës që është bërë ky trafik ndërkombëtar mbetjesh të rrezikshme. Ndaj zonja Kumbaro, fati juaj politik do jetë ndryshe nga shumë kolegëve tuaj. Ju do mbani përgjegjësi, po mbi të gjitha zonja ministre do jetë kjo. Do mbani mend se sa mediokre jeni. Zonja Xhixho, keni dhe 3 minuta. Të nderuar koleg, dua ta vazhdoj aty ku e la kolegu. E kuptojmë çfarë modeli po i ofrojmë trimve? Drejtoresh në hetim, me detyrim paraqitje vazhdon detyrën. Dhe flasim për arritje të arsimit. O, e kuptoni ku kemi shkuar apo se kuptoni? Si më mund tri një drejtoresh që është në hetim, detyrim paraqitje në kryet detyrës drejtoj arsimin? Si një zvëndës kryeministre në hetim, në akuz vazhdon tenderat, vazhdon punësimet, çdo gjë tjetër. Ç'është ky normalitet? Zonja ministre, ju pyeta, çfarë qëndrimi keni, çfarë t'i themin e fëmijëve, kush është qasja juaj për barazim para ligjit? Si është qasja juaj për barazim para ligjit, zonja ministre, që mbani peng një kuvent të tërë? Çfarë cilësie arsimi dhe çfarë sigurie kur ju nuk adresoni asnjë nga çështjet e kontrollit lartë shtetit, që ju kanë nxjerrë zbuluar me gjetjet e tij? Asnjë përgjigje, asnjë llogaridhënie. Dhe thoni pastaj, po protestojnë njerëzit, të protestojnë njerëzit, patjetër, mos revoltohen njerëzit. Po këtu ka arritur maja e icebergut, ku jo vetëm antarët kabinetit mbrohen, por edhe drejtoresha, që duhet jenë model në arsim, as shkarkohen, as japin dorëheqjen. Patjetër, unë e kuptoj, lidhja e krimit me politikën, vjedhja e zgjedhjeve për të mbajtur pushtetin, është përgjigje e gjithë kësaj situate, ku nuk kuptohet që ai që është sovrani dhe para cilit duhet jep një llogari, se kjo interpelancë nuk është thjesht një përgjigje ndaj deputetëve. Kjo është një përgjigje për shqetësimin e qytetarëve. Që kështu gjithë cilësia në arsim është i rënë, kur ju sot ofroni këto modele dhe nuk jepni asnjë përgjigje. Dhe këtë nuk e flas unë, kur flas për arsimin nuk flas as si politikane, as si dikush tjetër. Flas si një person që ka 20 vjet që investon në arsim, edhe që është pjesë e sistemit arsimor. Por degradimi që ju keni bërë ju arsimit është i pa imagjinueshëm.
Dhe mos përgjigja juaj në këtë seancë. Faleminderit, këtu përfundon edhe zhvillimi interpelancave të kërkuara. Pika e 5 të rendit ditës, seancë pyetje përgjigje me ministren e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, zonjën Evis Sala, kërkuar nga deputeti Erion Braçe. Pyetje drejtuar ministres së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale janë: përse nuk është në funksion të plot dhe në shërbim qytetarëve që kërkojnë ndihmë mjekësore qendra shëndetësore në rrugën Irfan Tomini, njësia administrative numër 5 Tiranë, dhe cilat janë planet tuaja për ta rikthyer sa më parë pranë qytetarëve të kësaj zone? Dhe pyetja e dytë, sa qytetar ndarë sipas grup moshave merrnin shërbim shëndetësor në këtë qendër para se ajo të mbyllet, dhe sa qytetar ndarë sipas grup moshave nuk kanë marrë shërbim shëndetësor prej muajit gusht 2025, kur kjo qendër është mbyllur? Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në nerin 95 të rregullores. Zoti Braçe, keni të drejtën për të parashtruar pyetjet deri në 2 minuta.